Kishte një ditë kur bota e Mirenës u ndërrua për gjithmonë, jo ngadalë, jo me paralajmërim, por në një çast të vetëm, si një gotë qelçi që bie nga dora dhe thërmohet në mijëra copëza mbidysheme. Ajo çast nuk erdhi me zhurma të mëdha fillimisht, erdhi me heshtjen e tmerrshme të një nëne që kthehet dhe nuk sheh fëmijën e saj. Erdhi me hapësirën bosh pranë këmbëve të saj, me dorën e shtrirë që nuk kapi asgjë, me thirrjen e parë, "Arton, Arton!", që u humb ndërmjet mijëra zërave të tjerë, ndërmjet qarjes, vrapimit dhe frikës kolektive të një populli të tërë që po ikte nga shtëpitë e veta. Mirena e Gjakova kishte lindur dhe rritur në një fshat të vogël ku të gjithë e njihnin njëri tjetrin. Ishte vajze thjesht, e rritur mes fushave të grurit dhe pemëve të mollës, me nënën dhe babarin që e kishin mësuar se familja është gjëja e vetme që mbetet kur gjithçka tjetër humbet. Kur u martua me Besimin, ishte vetëm 22 vjeç, dhe kur lindi Artoni, i vogël me sy të mëdhenj të zinj si mure druri, ndjenjë që bota kishte marrë kuptim të plot. Ai ishte gjëja më e shtrenjtë që kishte pasur ndonjëherë. Ai ishte arsyeja e çdo mëngjesi, e çdo lutjeje, e çdo gëzimi të vogël dhe të madh. Por lufta nuk pyet për dashurinë. Lufta nuk zgjedh kë do të marrë dhe kë do të lërë. Ajo vjen si stuhia, e shpejt, e pamëshirshme, e verbër, dhe shpon çdo gjë që ke ndërtuar me vite të tëra. Kur forcat e armatosura filluan të shkatronin fshatrat njërin pas tjetrit, kur fjala ik u bë fjala më e rëndësishme në gjuhën shqipe, kur njerëzit nisën të braktisnin shtëpit me nxitim, pa kthyer kokën prapa, Mirena e kuptoi se duhej të ikte edhe ajo. Me Artonin e vogël në krah, 3 vjeç e gjysmë, me flokë të kuqëzuara dhe gaz të pakufishëm, dhe me burrin Besim pranë, ajo u bashkua me valën e madhe njerëzore që po lëviste drejt kufirit. Askush nuk mund t'ju tregoj si ndihet të jesh pjesa atij rrjedhi njerëzor nëse nuk e keni jetuar vetë. Imagjinoni mijëra njerëz, nëna me fëmijë, pleq me çanta, burra me fytyra të mpira, të gjithë duke lëvizur në të njëjtin drejtim, në të njëjtën shpresë, në të njëjtën frikë. Imagjinoni zërat, qarjen, thirrjen e emrave, tingujt e largët të armëve, helikopterët lart, rëndësinë e ajrit, nxehtësinë dhe pluhurin. Imagjinoni të mbash dorën e fëmijës tënd aq fort sa gishtat të mpillen, dhe megjithatë, nuk mjafton. Kishte një moment i vetëm, i shkurtër si të rënit të qerpikut, kur turma e shtypi Mirenën nga njëra anë dhe Besimin nga ana tjetër, dhe dora e vogël e Artonit u shkëput nga dora e nënës. Mirena nuk e kuptoi menjëherë. Mendoi se ai ishte pra saj, mendoi se Besimi e kishte kapur. Por kur u kthyre, kur bërtiti emrin e tij, kur shikoi majtas dhe djahtas nëpër fytyrat e njerëzve të panjohur, kur kuptoi se ajo hapësirë bosh pranë saj nuk ishte e përkohshme, bota u ndal, zemra u ndal. Dhe pastaj filloi thirrja, pa fund, pa frym, pa logjik, vetëm emri i tij i hedhur sigur në ujë, duke krijuar riprash. Arton, Arton, biri im, Artoni im. Para se të vazhdoj me këtë histori që do t'ju lër pa fjalë, duhet ju pyes diçka direkt. Ju keni pasur ndonjëherë momentin kur keni humbur dikë të dashur, edhe për pak minuta, dhe ai frikt ka kapluar të gjithë? Shkruani në komente si e keni ndjer atë moment. Historia e Mirenës fillon pikërisht atje, në atë frikë që nuk mund ta shpjegojë askush me fjalë. Mirena bërtiste në mes të turmës si një grua e çmendur. Njerëzit kalonin pranë saj, disa e shihnin me sy të lodhur, disa kthenin kokën, disa ndalonin për një çast, e pastaj vazhdojnin, sepse secili kishte frikën e vet, humbjen e vet, ngutjen e vet. Lufta krijon një lloj egoje të mbijetesës që nuk është e keqe, nuk është e mirë, thjesht është e nevojshme. Kur çdo sekondë është e rrezikshme, nuk ke liri luksi të ndalesh edhe të qash me të huajin. Besimi ishte rreth 40 metra larg kur e dëgjoi zërin e saj. Edhe ai bërtiste, edhe ai kishte humbur drejtimin në atë kaos. Edhe ai u kthye pas dhe filloi të shtyej nëpër turm drejt saj. Por kur u takuan, kur sytë e tyre u ndeshën dhe pan tek njëri tjetri të njëjtën frikë, të njëjtin terror, Artoni nuk ishte askund.
Kaloi 1 orë, pastaj 2, pastaj dita filloi të errësohej. Ata thirrën, ata pyetën, ata ecën mbrapsht në rrugën e shkuar, duke parë fytyrë pas fytyrave, duke shpresuar çdo moment të shihnin flokët e kuqarosura të djalit të tyre, të dëgjonin të qeshurën e tij të madhe. Por Artoni kishte u gëlltitur nga turma, si guri i vogël që bie në lum dhe nuk la as rrap sipërfaqes. Çfarë ndodhi me Artonin gjatë asaj dite dhe gjatë viteve që pasuan, është historia që do të tregojmë sot. Është historia e një nëne dhe babai që humbën gjithçka dhe vazhdojnë të jetojnë vetëm me shpresën. Është historia e një fëmije të vogël që u gjend i vetëm në mes të kaosit dhe u pranua nga një zemër tjetër. Është historia e 2 familjeve, 2 botëve, 2 dashurive dhe e pyetjes që askush nuk e ka përgjigje të lehtë. Ku fillon dhe ku mbaron familja? Artoni kishte 3 vjeç e gjysmë kur u shkëput nga nëna e tij. 3 vjeç e gjysmë, mosha kur bota është e madhe dhe emocionuese, kur çdo gjë është e re dhe e mrekullueshme, kur frika e vërtet nuk ekziston akoma, sepse ke gjithmonë nënën pranë. Ai nuk e kuptoi menjëherë se çfarë kishte ndodhur. Fillimisht qëndroi aty ku ishte, duke prirur këmbëzat lart e poshtë, duke pritur. Thirrte mama, mama, por zëri i vogël u humb ndërmjet zhurmave. Pastaj nisi të eci, jo me panik, jo me kuptim të plot të situatës, por me instiktin e fëmijës që kërkon nënën. Ecte dhe thirrte dhe ecte, dhe njerëzit kalonin pranë saj. Disa e shihnin, disa jo. Turma nuk është e keqe, turma thjesht është. Është shumë njerëz me shumë dhimbje, shumë frikë, shumë drejtim. Por kishte një grua, quhej Vjosa, nga Peja, që e pa fëmijën e vogël duke ecur i hutuar mes njerëzve. Vjosa kishte humbur burrin 3 ditë para në rrethanat e errta të luftës dhe kishte 2 fëmijë të vet, njërin 7 vjeç dhe tjetrin 5. Por kur pa atë fëmijë të vogël me flokë të kuqëzuara dhe sy të mëdhenj të mbushur me lot, pa e kuptuar ende vet pse qante, zemra e saj nuk mundi të vazhdoj. E mori djaloshin për dorë. Si të quan voglush? E pyeti. Arto, tha ai sepse nuk arrinte ta shqiptonte emrin e plot. Ku është mama jote? Ai bëri me supet, pastaj tha, mama nuk ka ardhur ende. Vjosa i ngriti syt drejt turmës. Kudo njerëz, kudo lëvizje, kudo nxitim. Nuk kishte si të gjente nënën e tij në atë kaos, dhe t'i linte fëmijën aty do t'ishte si ta hidhte në grop. Eja me ne, i tha, do ta gjejmë maman. Kështu Artoni u bashkua me familjen e Vjosës dhe vazhdoi rrugën drejt kufirit. Vjosa pyeste njerëzit, pyeste antarët e organizatave humanitare, lajmëroi çdo pikë kontrolli që kaluan. Por turma ishte shumë e madhe, kaosi ishte shumë i thellë dhe mirena dhe besimi ishin diku tjetër, duke kërkuar ende, duke thirrur ende, duke mos hequr dorë ende. Kufiri u kalua natën vonë. Fëmijët kishin rënë në gjumë duke ecur. Artoni me kokën mbi supet e Vjosës, me gishtat e vegjël të kapur fort pas qafës së saj si të mos e lëshonte. Vjosa mbante fëmijën të huajin si të vetën dhe nuk e mendoi 2 herë. Kjo ishte natyra e njeriut, jo e çdo njeriu, por atyre që ruajnë ndjesitë njerëzore edhe kur bota rreth tyre ka hequr dorë nga ato. Kampi i refugjatëve ishte i mbushur plot, tenda mbi tenda, zëra mbi zëra, fëmijë me sy të hapur dhe pleq me sy të mbyllur. Ishte vendi ku mbaronte lufta dhe fillonte diçka tjetër, diçka pa emër, pa formë, pa premtim. Vjosa e regjistroi Artonin si fëmijë i gjetur, pa prindër. Kjo ishte procedura. Kjo ishte realiteti. Organizatat humanitare ndërhyn menjëherë. Regjistronin fëmijët pa prindër me kujdes, merrnin fotografit, i vendosnin në listën e gjerë të fëmijëve të humbur. Por lista ishte gjatë, organizmi ishte kaotik dhe sistemi sapo kishte filluar të ndërtohej. Kishte fëmijë të tjerë si Artoni, shumë të tjerë, dhe gjatë krizave të mëdha njerëzore, çdo fëmijë i vetëm është një emergjencë, por njëkohësisht, sistemi nuk ka kapacitet për t'i trajtuar të gjitha njëkohësisht me vëmendjen e merituar. Artoni qëndroi në kamp disa ditë, hëngri bukën që i dhan, fliu ku e vendosën, luajti me fëmijët e tjerë me atë natyrën e mahnitshme të fëmijëve që gjejnë gëzim edhe në vendet më të vështira. Por në mbrëmje, para se të flinte, gjithmonë pyeste të njëjtën pyetje. Ku është mama? Dhe askush nuk dinte çfarë t'i përgjigjej. Mirena dhe besimi nuk u larguan nga zona e humbjes. Ndërkohë që turma vazhdonte të lëvizte drejt kufirit, ata lëviznin kundër rrjedhës,
Dy njerëz të vegjël duke ecur kundër një lumi të madh, duke bërtitur emrin e fëmijës. Ishte gjestura e parë e çmendurisë, ose e dashurisë. Ndoshta janë e njëjta gjë. Besimi mbante celularin e tij të vjetër dhe fotografinë e vetme të printuar të Artonit, bërë disa muaj para, ku djali qeshte me grushtet e ngritura lart, sikur kishte fituar një garë imagjinare. Atë fotografi, Besimi e tregonte çdo person që ndalonin. Keni parë këtë djalë? 3 vjeç, flok të kuqëzuara, emri Arton. Shumica tundnin kokën. Disa ndalonin, mendonin, e shikonin fotografinë me kujdes, por askush nuk kishte parë asgjë. Mirena nuk fliste shumë gjatë atyre orëve të para. Ajo vepronte me atë lloj automatizmi të dhimbjes, këmbët lëviznin, syt kërkonin, goja firte. Por nëpër të gjitha këto, kishte një heshtje të brendshme të tmerrshme, sikur zemra kishte ndalur të rrahë dhe trupi vazhdonte të funksiononte vetëm nga forca e zakonit. Kur njeriu t'i ndodh diçka shumë e madhe, truri mbrohet duke mos e lënë të hynte plotësisht. Ky ishte ai moment për Mirenën, mbrojtja e papërcaktuar, e paemërtuar, që e mbante në këmbë kur duhet të kishte rënë. Natën e parë, kaluan pranë rrugës, të mbështetur te njëri tjetri, me syt hapur edhe kur trupi kërkonte gjumë. Besimi her pas here hiqte fotografinë dhe e shikonte, sikur frika se nëntse e vinte të harronte fytyrën e djalit. Mirena nuk mund të shikonte foton, jo atë natë. Shikimi asaj fotografie do të kthente ato fjalë të frikshme, mund të mos e gjej kur, në mendim abstrakt, në realitet të mishëruar. Në mëngjesin e dytë, filluan të organizoheshin pak. Besimi gjeti një grup të vogël vullnetarësh, njerëz nga organizatat humanitare që kishin vendosur pika kontakti rreth zonës. Ata kishin listat e gjata e të komplikuara të njerëzve të humbur, të gjetur, të regjistruar. Besimi një dha emrin, dha përshkrimin, dha çdo detaj të vogël që mund të ndihmonte. Por lista ishte e mbushur me emra, mira emra. Mënyra e organizimit ishte e re, e papërsosur, e mbi ngarkuar. Vullnetarët bënin çfarë mundeshin, por çfarë mundeshin nuk ishte gjithmonë mjaftueshëm kur fakte të tilla kalonin nëpër duar të lodhura dhe sisteme jo të plota. Do ta regjistroj, i tha njëri prej vullnetarëve, dhe do ta vendosim në listën e fëmijëve të humbur. Por ju duhet të dilni nga zona, është e rrezikshme. Duhet të shkoni drejt kufirit. Besimi tundi kokën. Nuk mund të shkojmë pa djalin ton. Kuptohem, tha vullnetari me zë të ulët, me atë lloj butësie të atij që nuk mund të premtojë asgjë, por nuk do të heq shpresën. Por nga ashtë, mund ta vazhdoni kërkimin me mjete më të mira. Organizatat ndërkombëtare kanë sisteme më të avancuara. Nga kampi, mund të komunikoni me të gjitha organizatat. Nga këtu, jeni të bllokuar. Mirena, që kishte dëgjuar në heshtje, ngriti syt. Nëse iki nga këtu, tha me zë të ngurtë sikur po kontrollonte çdo fjalë para se të lëshonte. Dhe ai kthehet këtu, dhe unë nuk jam? Vullnetari nuk kishte përgjigje, sepse pyetja nuk kishte përgjigje të mirë. Kaluan edhe 2 ditë aty. 2 ditë të tjera duke kërkuar, duke pyetur, duke shpresuar. Pastaj, me zemrat e thyera, por me vendimin e marrë, u nisën edhe ata drejt kufirit. Jo sepse kishin hequr dorë, por sepse e kuptuan se kërkimi duhet vazhdonte nga vend tjetër, me mënyra të tjera, me sisteme më të mëdha. Kufiri e nëpërkëmbë të dinjiteti njerëzor pa dashje, jo me keqdashje, por thjesht sepse numrat ishin tepër të mëdhenj dhe kapaciteti tepër i vogël. Rreshtat ishin të gjatë, të lodhshëm, të mbushur me njerëz të friksuar. Mirena kaloi pikat e kontrollit si në ëndër, duke dhënë emrin, duke dhënë dokumentet, duke ju përgjigjur pyetjeve me fjalë të shkurtra dhe të drejta. Por kur arritën tek pyetja numri i antarëve të familjes, Besimi tha 2. Dhe Mirena ngriti kokën shpejt e i hodhi një shikim që nuk e harroi kurrë. 3, tha ajo me zë të qetë por të prerë. 3 antar. Njëri është i humbur. Emri Arton. Moshë 3 vjeç e gjysmë. Flokë të kuqëzuara, sy të zinj. Në punë si shkroi. Mirena e vëzhgoi çdo lëvizje të lapsit të tij, sikur çdo shkronjë shkruar ishte një premtim i vogël se djali i saj ekzistonte ende në sistemin e botës. Jeta në kamp nuk ishte jetë. Ishte pritje, e lodhshme, e rëndë, e mbushur me orë të gjata ku nuk ndodhte asgjë, dhe momentet e shkurtra kur mund të ndodhte gjithçka. Mirena dhe Besimi u vendosën në njërin prej kampeve, dhe menjëherë filluan procedurat e kërkimit.
Regjistruan emrin e Artonit tek Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit Kuq, tek UNICEF, tek organizatat e ndryshme humanitare që vepronin në zonë. Dhanë çdo detaj që kishin, fotografin, përshkrimin, rrethanat e humbjes. Çdo ditë Besimi kalonte orë te bordi i lajmërimeve, ai muri madh i mbuluar me fotografi, emra dhe lutje të shkruara me dorë. Njerëz të humbur, njerëz që kërkonin, njerëz që shpresonin. Ai lexonte çdo shënim, shikonte çdo fotografi, kërkon me sy ndonjë fytyrë familjare. Her pas here gjente shënime të ngjashme me të tin, prindër që kërkonin fëmijë, fëmijë që kërkonin prindër, dhe zemra i rëndohej me atë lloj solidariteti të dhimbshëm mes atyre që ndajnë të njëjtën humbje. Mirena ndërkohë kishte gjetur rrugën e saj për të mbajtur veten. Ndihmonte gratë e tjera, me fëmijët, me dokumentet, me shpjegimet. Kishte diçka që e mbante aktive, e pengonte të ulej dhe të mendonte, sepse kur mendonte, kur i lejonte mendjes të shkonte drejt atij vendi të errët, nuk dinte si do të dilte. Kështu që ndihmonte, lante, gatuante ku kishte mundësi, qetësonte fëmijët e tjerë kur çanin, dhe çdo herë që qetësonte një fëmijë të vogël, i dukej se kishte pak qetësi edhe Artoni diku, qofte edhe si magji simpatike e mendimit. Javët kaluan, muajt filluan, nuk kishte lajme, nuk kishte informacion. Lista e fëmijëve të gjetur dhe e fëmijëve të humbur dilte dhe hynte, emrat ndryshoheshin, familje të ribashkoheshin me Gaz dhe Lot, por emri i Artonit mbetej në listën e gabuar, mbetej në anën e humbur. Besimi filloi të ndiqte çdo rrugë të mundshme. Dërgoi letra, kontaktoi organizata, ishte prezent çdo herë kur bëheshin takime koordinimi mes organizatave humanitare. Fitoi reputacionin e atit që nuk ndalej, dhe vullnetarët e shihnin me një dashuri të veçantë të mbushur me dhimbë, sepse e dinin sa e vështirë ishte situata dhe sa të pakta ishin shanset. Por ata nuk e thoshin këtë me zë, sepse shpresa ishte gjëja e vetme që i mbante Mirenën dhe Besimin duke ecur çdo mëngjes kur zgjonin. Ndërkohë, Artoni kishte udhëtuar shumë larg nga kampi ku kishte filluar. Vjosa, gruaja e Pejes që e kishte gjetur, e kishte mbajtur me vete deri në kamp dhe e kishte regjistruar si fëmijë i gjetur. Pastaj, si ndodh shpesh kur sistemi nuk ka koordinim të mjaftueshëm, Artoni u transferua tek organizata tjetër, pastaj tek tjetra. Ishte fëmijë i vogël pa prindër, i shëndetshëm, i mençur dhe tërheqës, dhe kishte organizata të specializuara për raste të tilla. Rruga e tij e vogël kaloi nëpër disa stacione tranzite, në secilin vend njerëzit e donin. Ishte diçka tek ai, ajo energji e fëmijëve të vegjël që nuk kanë mësuar akoma të mbajnë mbrojtje, që japin dhe marrin dashuri me natyrshmëri absolute. Ai çante her pas here, veçanërisht natën, her çante zëshëm, her çante me lot pa zë, dhe çdo kush që e dëgjonte e kuptonte pa pyetur se çfarë kishte humbur ai djalosh i vogël. Përgjatë ditës ai luante. Kjo ishte natyra e mrekullueshme e fëmijërisë, aftësia për të gjetur gëzim edhe kur bota e rrethon me dhimbje. Ai bënte miq kudo, mësoi fjalë të reja gjuhësh të ndryshme, tregonte histori të vogla që askush nuk i kuptonte plotësisht, por të gjithë i dëgjonin me gëzim. Dhe pastaj erdhi Elena. Elena Steiner ishte zvicerane, nga Berna, nga ajo qytet i qetë e serioz me rrugë të pastra dhe orë që funksiononin gjithmonë. Kishte ardhur si vullnetare tek organizata ndërkombëtare, e cila merrej me fëmijët e pambrojtur në zonat e krizës. Ishte psikologja e fëmijëve me 20 vjet përvojë dhe kishte ardhur jo vetëm si profesioniste, por si njeri, me zemër të hapur dhe mendjen gati për çfarëdo sfide. Takimi me Artonin ndodhi një pasdite. Ai ishte duke bërë avion me letër, një avion të vogël të keq bërë nga një flet gazete, por me atë krenari totale me të cilën fëmijët i trajtojnë krijimtaritë e tyre. Elena u ul pranë tij dhe e pa duke punuar me gjuhën midis dhëmbëve, duke u përqendruar si astronomist. "Ç'është ky?" e pyeti ajo në anglisht, sepse akoma nuk dinte shqip. Artoni mbriti avionin. "Aeroplan", tha ai me atë siguri absolute. Elena buzëqeshi. "A mund të fluturoj?" Artoni hodhri avionin. Ai fluturoi 2 metra e ra. Artoni duke i krenari supreme. "Fly", tha ai, dhe pastaj, duke ngritur krahat si krah avioni, vrapoi rreth hapësirës. Kjo ishte takimi i parë, i shkurtër, i thjesht, i plot me atë lloj komunikimi njerëzor që kalon çdo barrierë gjuhësore. Elena shënoi diçka në bllokun e saj, jo si psikolog,
por si njeri i zakonshëm që sapo kishte parë diçka të bukur në mes të ndotjes. Ditët pasuese, Elena vjoj të punonte me Artonin si pjesë e grupit të fëmijëve. Kishte metodën e saj, loja si mjet terapeutik, art si gjuhë kur fjalët nuk mjaftojnë, prania e qetë si siguri për fëmijët që kanë humbur besimin tek stabiliteti. Por me Artonin, gjërat ishin ndryshe nga që kishte parashikuar. Ai nuk ishte fëmijë i mbyllur, nuk ishte ndërtuar mure. Kishte vimje, kishte humbje, kishte atë frikën e natës. Por gjatë ditës, ai jetonte me gjithë qelizat. Kjo tregonte reziliencën e tij, por edhe diçka tjetër. Tregonte se kishte pasur bazë të fortë dashurie. Fëmijët e rritur me dashuri të plot bartin atë dashuri si burim të brendshëm, madje edhe kur humbjet e ndajnë nga ata që i kanë dashur. Mirena kishte bërë mirë punën e saj si nën, edhe nëse tani nuk e dinte. Elena filloi ta ndiqte Artonin me vëmendje të veçantë. Ishte shqetësuese kjo, jo në kuptimin e keq, por kuptonte se sa i psenueshëm ishte ky fëmijë dhe sa e rëndësishme ishte të merrte kujdesin e duhur. Kalonte më shumë kohë me të, mësoi fjalë të para shqipe vetëm për të komunikuar me të. Buk, ujë, avion, mama. Ky fjalë e fundit, mama, Artoni e shqiptonte ndryshe nga të tjerat, me zë pak më të ulët, pak më të ngadalt, sikur ishte e shenjtë dhe e rëndë njëkohësisht. Një pasdite, Elena po lexonte libër dhe Artoni u ul pranë saj pa ftesë, mbështeti kokën mbi krahun e saj dhe tha: "Lexo." Elena lexoi, edhe pse libri ishte anglisht, edhe pse ai nuk kuptonte fjalët, ai dëgjoi melodinë e zërit të saj dhe u qetësua. Kjo ishte gjua e parë e tyre e përbashkët, jo fjalë, por prania. Kur erdhi koha që Elena të kthehej në Zvicër, programi i vullnetarizmit kishte mbaruar, ajo gjeti veten duke mos mundur të largohet. Ishte profesionalisht jo etike ta merrte personalisht. Ishte njerëzisht e pamundur të largohej. Shkoi tek drejtuesit e organizatës dhe pyeti çfarë do të ndodhte me Artonin. Procedurat janë duke ecur. Lista e fëmijëve të humbur dhe të gjetur është duke u koordinuar. Prindërit do të gjenden ose do të fillojnë procedurat e kujdestarisë. Sa kohë? Heshtje. Pastaj, nuk dihet. Mundet muaj, mundet më shumë. Elena i kërkoi leje të merrte Artonin me vete në Zvicër, jo si adoptim, por si kujdestari e përkohshme ndërkohë që vazhdonin kërkimet. Kjo ishte procedurë e njohur. Kishte familje mikpritse në vendet perëndimore që pranonin fëmijë të pambrojtur gjatë krizave me synim rikthimin tek familja biologjike. Procedurat u hapën, letrat u nënshkruan. Sistemi, i ngadalt, i rënd dhe i mbushur me burokraci, u vu në lëvizje. Dhe kështu, Artoni, fëmia me flokë të kuqrosura nga një fshat i Kosovës, hipi në aeroplanin e parë të jetës së tij dhe u nis drejt Zvicrës. Berna ishte tjetër gjë nga çdo gjë që kishte njohur Artoni. Ishte qyteti i orëve, ku çdo gjë kishte ritmin e vet të rregullt, ku kopshtet ishin gjithmonë me lule, ku rrugët ishin aq të pastra sa dukeshin të rreme. Ishte bota ku ura të gurta kalonin mbi lum, ku kafenet kishin tavolina jashtë edhe kur frinte erë, ku njerëzit ecnin shpejt, por me qetësi, me atë siguri të caktuar të njerëzve që jetojnë në vend ku gjërat funksionojnë. Shtëpia e Elenës ishte e bukur, jo e madhe, jo ekstravagante, por e ngrohtë. Kishte pemolle në obor të cilën burri i saj, Markus, e kujdesiste me dashuri. Kishte bibliotekë me libra të renditur me saktësi. Kishte kuzhinë me erë, çokoladate dhe kafeje. Kishte, dhe ky ishte gëzimi i parë i Artonit, katin e dytë me dritare të madhe nga ku shiheshe mali i bardh larg. "Mal", tha Artoni kur e pa, duke treguar me gisht. "Berg", i tha Markus në gjermanisht, ose mountain anglisht. "Berg", e ngjiti Artoni me njëherë me atë lehtësi mahnitse me cilën fëmijët mësojnë gjuhët. Markus, inxhinieri i qetë, njeriu i precizionit dhe planifikimit, gjeti tek Artoni diçka totalisht të papritur për veten e tij. Gëzimin e spontanitetit. Artoni e merrte për dorë papritur dhe tërhiqte ka hoborri. Artoni tregonte histori të gjata në gjuhën e tij të vogël me shqipe, angleze e zhurmave trupore. Artoni qeshte me gjithë trupin, me gjithë zërin, pa asnjë rezervë. Markus, i cili nuk ishte qeshur kurrë me gjithë trupin që nga fëmijëria, filloi të zbuloi të bënte kjo gjë. Nuk kishte fëmijë të vet.
Elena dhe Markus kishin provuar prej vitesh, kishin kaluar në sprovat e dhimbshme të çifteve që duan fëmijë dhe nuk arrin. Kishin ardhur pranë adoptimit disa herë, por rrethanat kishin ndërhyrë çdo herë. Kishin mësuar të jetojnë me atë hapësirë bosh, jo me hidhërim, por me një lloj paqeje që kishte brenda saj gjithmonë një pikë trishtimi. Dhe tani, pa pritur, shtëpia ishte plot me zë. Kaluan javët dhe Artoni filloi të kuptonte botën e re rreth tij. Mësoi gjermanishte me atë shpejtësi të mrekullueshme që vetëm fëmijët e vogël mund ta arrijnë. Sikur truri i tyre ishte i lëshuar posaçërisht të pranonte gjuhë të reja, t'i kishte pa filtr, pa frikë. Brenda pak muajve, fliste me fjali të thjeshta, brenda gjysmë viti, bënte biseda, por shqipen nuk e harroi. Kjo ishte gjëja për cilën Elena kujdesiste me vetdije. Ajo kishte lexuar, kishte konsultuar koleg, kishte bërë gjithë që duhej për të kuptuar se sa e rëndësishme ishte për fëmijët e situatave si ajo e Artonit të ruanin lidhjen me gjuhën e origjinës. Fëmijët e rrënjosur mirë në identitetin e tyre janë psikologjikisht më të shëndetshëm. Kjo ishte shkenca dhe Elena e dinte. Por kishte edhe arsye tjetër, arsye më njerëzore dhe më të thjeshtë. Artoni kishte një nënë dhe bab dikund, dhe nëse ajo ditë e lumtur do të vinte, ai duhet të kishte gjuhën me cilën do të fliste. Kështu, Elena gjeti mësuese shqipeje, një grua nga diaspora shqiptare në Berna, Fatime, e cila vinte 2 herë në javë dhe mësonte me Artonin. Fatime ishte grua e ngrohtë, me qëndrim të drejtë dhe buzëqeshje të gjerë, dhe Artoni e donte atë menjëherë. Me të fliste gjuhën e nënës, me Fatime këndonte këngët e vjetra shqipe, me të dëgjonte tregimet për male e fusha e lumenj të Kosovës. A kujton diçka nga vendlindja? E pyeste Fatime nga një herë me kujdes. Artoni mendonte. Kujtojmë zjarrin, thoshte herë. Kujtojmë njerëz shumë. Herë tjetër, kujtojmë nëna e ka flokë të zeza. Kujtojmë Miron e tij. Kjo ishte ajo, Miron, fjala e tij e vogël për erën e nënës. Ajo aromë specifike e shtëpisë dhe e dashurisë që fëmijët mbajnë në kujtesë, shumë para se të mbajnë fytyrat. Çdo herë që thoshte diçka të tillë, Elena shënonte. Çdo detaj ishte i çmuar, çdo copës kujtese ishte ura e vogël mes asaj jete dhe kësaj. Markus Steiner ishte njëri i rutinës. Çonte jetën me saktësinë e orëve zvicerane, orari i punës, orari i mëngjesit, orari i darkës. Nuk ishte i ftohtë, por kishte mësuar të mbante ndjenjat brenda, ta shfaqte dashurinë me veprime praktike, duke rregulluar çfarë do prihej, duke sjellë gjërat e nevojshme, duke qenë i besueshëm si shkëmbi. Artoni e prishi këtë rutinë nga dita e parë, dhe gjëja befasuese ishte se Markus nuk u ankua. E para gjë e madhe ndodhi 6 javë pas mbarritjes. Ishte ditë e diel dhe Markus po punonte oborrin. Artoni doli me kepucët ngatëruar dhe ul pranë tij pa thënë gjë. Markus pa kepucët e tij dhe pa tha fjalë i bëri lidhjen. Artoni shikoi duart e tij duke punuar, pastaj ngre syt dhe tha: "Baba?" Markus u ngurtësua, jo nga frika, por nga rëndësia e fjalës. E dinte se fëmijët e vegjël shpesh i quanin kështu figurat mashkullore rreth tyre, pa kuptimin e plot të fjalës. Por e dinte edhe se kjo fjalë kishte peshën e vet. "Unë jam Markus," i tha qetë. Artoni provoi. "Markus baba?" Markus qeshi, jo qeshja e ngushtë që kishte zakonshme, por qeshja e plot, ajo qeshja e re që kishte mësuar prej këtij djali. "Po," tha, "Markus baba." Dhe kishte atë ditë, pa kontratë, pa ceremoni, pa vendim formal, Markus Steiner u bë pjesë e botës emocionale të Artonit. Natën, kur Artoni flinte, Markus uli zërin dhe i tha Elenës: "Ai ka prindër, diçka që kërkojnë, duhet t'i gjejmë." Elena e shikoi gjatë. "Unë di," tha ajo, "çdo ditë kontaktoj organizatat." "E di," tha Markus, "por tani e ndjej si detyrim, jo si rregull, e ndjej si detyrim personal." Kjo ishte ndryshimi. Kjo ishte momenti kur Markusi kaloi nga mikpritësi i rregullave tek njeriu me zemër të angazhuar. Procedurat burokratike dhe koordinimi ndërkombëtar ishin procese të ngabalta. Organizatat punonin, por resurset ishin të kufizuara, listave u shtoheshin emrat çdo ditë dhe verifikimet zgjasnin. Kujdestaria e Elenës vazhdoi, fillimisht e parashikuar si e përkohshme, pastaj e zgjatur sërish. Artoni rritej,
Nga 3 vjeç u bë 4, 5, 6. Nga fëmia që fliste vetëm shqip u bë fëmijë 2 gjuhësh. Gjermanishten e fliste pak qend, shqipen e mbante me kujdesin e Fatimes. Filloi shkollën zvicerane, shkollën me korridore të ndriçuara dhe libra me ngjyra dhe mësues të duruar. Bëri miq, u bë djali i cili dinte të tregonte shaka dhe të dëgjonte tregime, i cili luante futboll me entuziazëm dhe mësonte matematik me lehtësi. Por kishte edhe anën tjetër. Her pas here, veçanërisht pranverën kur hapej era dhe lulet e reja shfaqeshin, Artoni bëhej i qetë. Jo i trishtuar, por i larguar, sikur një pjesë e tij ishte diku tjetër. Elena i njihte shenjën. Pyeste me kujdes, pa presion. Çfarë mendon? Dhe Artoni, i cili kishte mësuar të shprehej me lehtësi deri atëherë, shpesh nuk kishte fjalë. Nuk ishin fjalë për atë gjë. Ishte vetëm ndjesia, ajo ndjesia çuditshme e absencës, e hapësirës bosh brenda, e diçkae që mungonte pa emër. Kujtohem erën, tha njëherë kur ishte 6 vjeç. Erën e shtëpisë sime të vjetër, nuk di si ishte shtëpia, por erën e di. Elena qau atë natë, vetëm, larg Artonit. Qau sepse e dinte çfarë do të thoshte kjo. Edhe nëse trupi i tij ishte aty, edhe nëse ishte i lumtur, edhe nëse e donte Elenën dhe Markusin me gjithë zemër, kishte pjesë të tij që i përkisnin gjithë ju. Dhe kjo nuk ishte humbje, ishte e vërteta. Mirena dhe Besimi u kthyen. Kur kushtet e lejuan, u kthyen në fshatin e tyre, ose çfarë kishte mbetur prej tij. Shtëpia kishte dëme, por qëndronte. E rindërtuan me duart e veta dhe me ndihmën e fëmijëve që kishin të njëjtat plag, të njëjtat humbje, të njëjtën vendosmëri të vazhdonin. Por Mirena nuk u kthye e njëjta. Si mund të kthehesh e njëjta kur shtëpia që ke ndërtuar ka dhomë bosh? Dhoma e Artonit mbeti si e kishte lënë. Lodrat, batanitja e vogël, avioni i letrës që kishte bërë 2 ditë para se të largoheshin. Mirena nuk e preku, e mbante si ishte, jo si fetish i dhimbjes, por si premtim. Çdo ditë kishte ritualet e saj. Mëngjesin fillonte me kafen e shpejt dhe pastaj me kontaktimin e organizatave, listave të reja, azhurnimeve të sistemeve, emrave të rinj të shtuar. Besimi shkonte tek puna, kishte gjetur punë në ndërtim, punë fizike, punë që lodhte trupin aq shumë sa të mos linte hapësirë mendje të endej natën. Por Mirena punonte me mendjen. Ajo ishte bërë ekspertja e kërkimit të fëmijëve të humbur, jo me titull, jo me pag, por me praktik. Dinte çë dokument të dërgonte ku, dinte cilat organizata kishin databazat më të mira, ndihmonte familje, të tjera në situata si e saj, dhe ndërkohë, çdo ndihmë dhënë ndaj tjetrit ishte edhe lutje e heshtur për veten. Kishte disa herë, raste kur informacioni ishte afër, kur ndonjë organizat dërgonte lajm, ka shans të ketë vendodhje, kur zemra i ngrihej dhe pastaj informacioni nuk konfirmohej, kur djali i gjetur doli të ishte tjetri, kur Artoni ishte ende i paarritshëm. Dhe ato herë Mirena dilte jashtë, ulej te guri i vjetër pranë portës dhe qante aq heshtshëm sa nuk dëgjohej as nga gëlqëroret e murit. Besimi e gjente aty, ulej pranë, nuk fliste, vetëm ulej. Kishte kaluar shumë kohë dhe dashurinë e kishin testuar në përspromën më të rëndë dhe kishte rezistuar, jo pa plag, jo pa cicërim, por kishte rezistuar. Do ta gjejmë, thoshte Besimi sa herë që Mirena ngrinte syt dhe e shikonte me pyetjen e pasthënë. E di, thoshte ajo, dhe e besonte, me atë lloj besimi të fortë iracional, ai besim që nuk mbështetet në statistika, por në diçka thelbësore, instiktive, biologjike. Besonte me moshën e dytë të zemrës. Kur Artoni mbushi 10 vjeç, Elena dhe Markus vendosën t'i tregonin gjithë të vërtetën. Ishte vendim i madh, por vendim i nevojshëm. Artoni ishte fëmijë i mençur, fëmijë që vëzhgonte, fëmijë që tashmë kishte shumë pyetje. Kishte vënë re se kishte fotografi të fëmirisë dhe të tjera familje, dhe kishte vënë re absencën. Kishte vënë re se Fatime ndonjëherë kishte syt me lot kur këndonin këngë të vjetra. Kishte vënë re diçka. Fëmijët vërejnë gjithmonë. Prindrit shpesh harrojnë këtë. Takimi i madh ndodhi një të shtunë, me kafen e mëngjesit ende të nxehtë dhe diell të hershëm stine që hynte në përdritaren e kuzhinës. Elena filloi, me zë të qetë, me fjalë të zgjedhura, me dashuri absolute. Arton, duam të tregojmë historinë tënde, historinë e plot. Artoni e shikoi, pastaj e shikoi Markusin, pastaj u kthye tek Elena. E di se ka histori, tha ai.
Gjithmonë e di. Elena filloi nga fillimi, nga lufta, nga turma, nga rrethanat e humbjes. I shpjegoi se kishte prindër biologjik, prindër të vërtet, të cilët e donin dhe e kërkonin. I shpjegoi se si kishte ardhur në Zvicër. I shpjegoi rolin e organizatave dhe përpjekjet e vazhdueshme. Artoni dëgjoi pa ndërprerje. Fytyra e tij, tashmë fytyrë djali, jo fëmije, kalonte në përlëvizjet e brendshme, dyshim, surprizë, mendim, dhimbje, konfuzion. Kur Elena mbaroi, ishte heshtje. Pastaj Artoni tha: "Pse nuk ma treguat më parë?" "Sepse duhej të ishe mjaftueshëm i madh," tha Elena. "Jo të mbronin nga e vërteta, por ta kuptoje plotësisht." Ata ku janë tani? Në Kosovë. Kemi informacion bazë, nuk kemi vendondje të saktë ende. Artoni qëndroi qetë shumë gjatë, pastaj pyeti: "A ju tremb kjo? Fakti se mund t'i gjejmë?" Markus dhe Elena u shikuan, dhe kjo pyetje, pyetja e 10 vjeçarit që shikonte drejt zemrës, ishte aq e ndershme sa nuk mund t'i përgjigjej me gjysmë të vërteta. "Po," tha Elena, "dhe kjo nuk është e keqe. Trembja vjen sepse të duam, por dashuria jona për ty nuk varet nga ajo çfarë ndodh me gjetjen e prindërve biologjik. Ti je yni, gjithmonë ke qenë, gjithmonë do t'jesh." Artoni mendoi sërish. Pastaj tha: "Unë i dua dhe ju, dhe nuk di si t'i dua ata sepse nuk i kujtohem, por dua t'i njoh." "Do t'i njohësh," tha Markus me zë që doli pak i trazuar. "Do ta bëj mundsin." Pas bisedës me Artonin, Elena vendosi të përshpejtonte gjithçka. Kontaktoi direkt organizatat ndërkombëtare të cilat kishin databazat të specializuara për fëmijët e humbur gjatë konflikteve. Dërgoi të gjitha informacionet, emrin, datën e gjetjes, kampin, përshkrimin fizik, detajet e vogla që Artoni kishte treguar her pas here. Sistemi kishte evoluar ndërkohë. Databazat ishin ndërkomunikuese tani, metodat ishin më të mira, koordinimi ishte i zgjeruar. Kishte organizata të specializuara vetëm për rindërtimin e familjeve, me ekspert, me psikolog, me avokat, me sisteme digjitale. Lajmi i parë i rëndësishëm erdhi pas disa javësh. Ekzistonte në bazën e të dhënave një çift nga Kosova, i cili kishte raportuar humbjen e djalit me emrin Arton, 3 vjeç e gjysmë, në rrethanat e luftës, me veçori fizike përputëse, flokë të kuqëzuara, sy të zinj. Elena lexoi lajmin 3 herë para se ta kuptonte plotësisht. Pastaj thirri Markusin. Ai lexoi gjithashtu. Pastaj tha: "Zoti im, jo me frikë, jo me trishtim, por me atë rëndësi të çastit kur e kupton se jeta është gati të ndryshojë sërish." Procedurat e verifikimit nisen. DNA ishte hapi i fundit, por i sigurt. Para DNA-s duheshin bërë kontaktimet iniciale, verifikimi i dokumentave, ndarje informacionesh mes organizatave, procedura ligjore ndërkombëtare. Ishte proces i ngadalt, por ecste. Dhe ndërkohë Artoni nuk dinte asgjë ende. Elena dhe Markus vendosën të prisnin konfirmimin para se t'i flisnin. Nuk donin t'i jepnin shpresë e pastaj ta zhgënjenin. Por Artoni e kuptoi se diçka kishte ndryshuar. E shikonte nënën e tij zvicerane dhe po, e quante nën tani, kishte arritur atë pikë natyrale, e shikonte me vëmendje të shtuar, me atë ndjesinë fëmijërore që lexon tension pa e parë. Një mbrëmje, kur Elena po i lexonte libër para gjumit, tradita e tyre të 11 viteve, Artoni tha papritur: "A ke gjetur diçka?" Elena e shikoi. Ishte 11 vjeç dhe kishte sytë të rriturit. "Po, kemi zbuluar diçka," tha Elena me qetësi, "por nuk di mende nëse është sakt. Kur të dim sakt, të tregojmë menjëherë." Artoni tundi kokën me një pjekuri të çuditshme. "Mirë," tha. "Besoj." Dhe pastaj mbylli sytë dhe e dëgjoi librin derisa ra në gjumë. DNA konfirmoi gjithçka. Artoni ishte djali i Mirenës dhe Besimit, i vetëm dhe i pakundërshtueshëm. Shkenca kishte thënë fjalën. Kur lajmi mbërriti tek Elena, ajo ishte vetëm në zyrin e saj të vogël. Lexoi emailin, lexoi sërish, pastaj u ul me kurrizin drejt karrigës, shikoi tavanin dhe bëri diçka që nuk kishte bërë kurrë në zyrë. Ciao, pa asnjë kontroll. Ciao nga lehtësimi, Artoni kishte familje. Ciao nga gëzimi, Mirena dhe Besimi kishin gjetur djalin. Ciao nga frika.
Po tani, Markus erdhi dhe e gjeti kështu. Ul pran, mori dorën e saj dhe nuk foli. Ata qëndruan kështu disa minuta, dy njerëz para ndryshimit të madh, të lidhur me njëri tjetrin dhe me djalin që nuk e kishin lindur, por e kishin rritur. Si do t'i tregojmë? Pyetja ai pastaj. Fillimisht Artonit, tha Elena. Pastaj ne takohemi me familjen biologjike. Pastaj vendosim bashk. Bashk? Po, bashk. Ne, Artoni dhe ata. Kjo nuk është vendim që marrin të rriturit pa djalin. Markus tundi kokën. Kjo ishte arsyeja pse e donte atë grua. Ajo gjithmonë e vendoste njeriun para procedurës. Ishte ditë e ente. Artoni kishte ardhur nga shkolla me çantën plot dhe me energjinë e zakonshme. Kishte luajtur futboll, kishin fituar, tregonte detajet e ndeshjes me fjalë të ngrohta. Elena dëgjoi gjithçka, shtroi darkën, hëngrën bashk. Pastaj, kur Artoni po pastronte tavolinën, kishte zakonin e mirë të pastronte tavolinën, Elena tha: Arton, kemi nevojë të flasim. Ai e shikoi, kuptua nga toni. Ul. Elena nxori letrat, konfirmimin, dokumentet dhe i shpjegoi. I tha çfarë kishte zbuluar. I tha emrat: Mirena, Besim. I tregoi ku jetonin. I tha se kishin pritur gjithë ato vite, se kishin kërkuar pa ndalur, se kishin mbajtur dhomën e tij si ishte. Artoni dëgjoi me sytë e ulur. Gishtat i lëvizin pak mbi sipërfaqen e tavolinës, lëvizje që kishte kur mendonte thellë. Kur Elena mbaroi, ai qëndroi heshtur 2 minuta të plota. Pastaj tha: Dhoma e mbajtur si ishte? Po, pris. Gjithë vitet. 2 lot të qetë zunë rrugën në përfaqet e tij. Jo qarje dramatike, thjesht 2 lota, si rrjedha e parë diçkaje të madhe që nuk kishte gjuhë tjetër. Ai kanë fotot e mia? Pyeti. Kanë fotografin tënde? Ata e kanë mbajtur gjithmonë. Artoni fshiu syt me mëngën. Pastaj tha: Dua t'i njoh. Do t'i njohësh, por ju... Unë dal, shikoj Elenën, pastaj Markusin. Ju gjithmonë do t'jeni ju. Markusi, i cili kishte arritur pjekurinë e tij emocionale fal viteve me Artonin, nuk mundur ta mbaj. Ngriti dorën dhe mbuloi syt. Elena e mori Artonin me krah, njeriu me 11 vjeç i cili ishte bërë biri i zemrës së saj, dhe qëndruan kështu. Gjithmonë, tha ajo. Ishte mëngjes kur zyrtari i organizatës kontaktoi Mirenën. Kishte kaluar mbi 10 vjet. Mirena ishte 39 vjeçe, ende e bukur, por me atë bukuri tjetër të gruas që ka kaluar në përzjarë dhe ka dalë fort. Flokët i kishte me disa fije të bardha, syt i kishte të njëjtit ngjyrë, por me thellësi ndryshe, thellësinë e dikujt që ka menduar shumë, ka pritur shumë, ka shpresuar shumë. Zëri i zyrtarit nga telefoni ishte profesional por me ngroftësi. Zonja Mirena, kemi lajme të rëndësishme. Ajo e njohu tonin me njëherë, jo tonin e keq lajmeve, tonin tjetër, tonin që kishte pritur pa guxuar t'ja imagjinonte zërin. Gjetëm, tha zyrtari. Djali juaj është gjallë, është mirë, është në Zvicër. Mirena nuk foli, nuk mund të fliste. Telefoni rëshqiti pak dhe e kapi prap me të dyja duart. Nga dera e dhomës, dëgjohej Besimi duke bërë kafen e mëngjesit, i padishëm, me radio të ullët. Zonja Mirena, jeni aty? Jam, tha jo me zë si gëzof. Jam, vazhdoni. Zyrtari i shpjegoi gjithçka. Artonin, Elenën dhe Markusin, konfirmimin e DNA-s, procedurat që do pasojnë. Mirena dëgjoi çdo fjalë si të ishte e fundit fjalë në botë. Kur mbylli telefonin, qëndroi aty ku ishte, në korridor, me dorën akoma në telefon, dhe thirri: Besim! Diçka në zërin e saj bëri që Besimi ta lëshonte filxhanin e kafes dhe të dilte. E gjeti mbështetur te muri me sytë e mbyllur dhe lot që rridhnin pa zë. Çfarë ndodhi? Zëri i tij ishte ndërmjet frike dhe shprese. Mirena hapi sytë dhe e shikoi. E gjetëm, tha, djali ynë, e gjetëm. Besimi, ai burri i qetë dhe i fortë që nuk kishte qarë para gruas asnjëherë, u hodh ta mbërrinte para se t'i binin këmbët, dhe qanë bashk, ata dy, me atë qarim të shpëtimit, me atë qarim pas 10 vite shpritjeje, me atë qarim që nuk ka lidhje me trishtimin, por me gjithçka tjetër, me lehtësimin, me falenderimin, me mrekullinë absolute e pabesueshme të gjërave që ndodhin kur nuk i pret më.
Kontakti i parë mes dy familjeve ndodhi me ndërmjetësimin e organizatës. Ishte videothirrje, teknologji që bënte të mundur që dy botë të larg njëra tjetrës të shihnin fytyrat njëra tjetrës. Elena dhe Markusi ishin nga njëra anë, Mirena dhe Besimi nga ana tjetër. Artoni nuk ishte prezent në atë thirrje të parë. Ndërmjetësi kishte vendosur që të rishtit të flinin fillimisht mes tyre. Mirena pa ekranin dhe pa Elenën, gruan që kishte rritur djalin e saj, dhe nuk dinte çfarë të ndjente. Ishte simpatia apo zilia, falenderimi apo dhimbja. Ishte diçka komplekse, diçka për të cilën nuk ekziston fjala e duhur, diçka mes të gjithave njëkohësisht. Elena e shikoi Mirenën dhe pa në të diçka të ngjashme, ashtu si e mendonte, grua e fortë, grua me shpinë të drejtë, grua me sytë të rriturit me dhimbje. Faleminderit, tha Mirena, thjesht kaq, por me atë tonin e atij falenderimit që mbante brenda shumë më tepër. Ai është djali mrekullueshëm, tha Elena. E keni rritur mirë. Unë e kisha vetëm te veten, por bazën e ka nga ju. Besimi foli pak. Ai ishte gjithmonë njeriu i pak fjalëve, por pyeti: "A është i lumtur?" "Shumë," tha Markusi, "dhe shumë i zgjuar, dhe ka gjithmonë ju brenda vetes, jo si kujtesë të qartë, por si diçka bazale, si rrënjë." Besimi tundi kokën me atë tundjen e ngadaltë të burrave kur diçka i prek thellë dhe nuk duan ta tregojnë plotësisht. Biseduan gjatë, për procedurat, për hapat e ardhshëm, për takimin fizik, por ndërmjet fjalëve zyrtare, ndërmjet logjistikës dhe organizimit, kishte gjithmonë ato çaste, kur dy nënat e shikonin njëra tjetrën dhe njohin tek tjetra të njëjtin ndjesi, dashurinë absolute për të njëjtin djan. Dhe nuk e din si t'i vendosin pranë njëra tjetrës dy dashuritë, si ta ndanin pa e zvogluar asnjërin. Nuk ekzistonte formula, duhej të zbulohej. Para takimit fizik, Artonit mundsua kontakti video me Mirenën dhe Besimin. Elena e kishte përgatitur, kishte biseduar me të gjatë, kishte siguruar mbështetjen psikologjike. Por sa mund ta përgatisësh një djalë për takimin me nënën biologjike? Artoni u ul para ekranit me duart mbi gjunjë. Elena qëndroi pak prapa, prezente por jo ndërhyrëse. Ekrani u ndez. Mirena shfaqej, e njëjta Mirena, por tani Artoni mund ta shikonte. Fytyra e ngrohtë, sytë e zinj, flokët e zeza me pak të bardha. Ajo qëndroi aty, e shikoi djalin e saj 11 vjeçar, djalin që e kishte lënë 3 vjeçar, dhe nuk foli. Vetëm qante, me sytë hapur, pa bërë zë. Besimi ishte prapa saj, me dorën mbi supet e gruas. Artoni e shikoi ekranin, shikoi fytyrën, dhe pastaj ndodhi diçka që Elena nuk e kishte parashikuar. Diçka spontane, absolute. Artoni uli kokën dhe tha me zë shumë të ulët, sikur po e tregonte vetëm vetes. Erën e njoh. Mirena nuk e dëgjoi, ose ndoshta e dëgjoi, sepse filloi të çante me zë. Artoni ngriti kokën dhe foli: "Ti je nëna ime e parë, jo nëna ime biologjike, jo nëna e vërtet, por nëna ime e parë." Me atë pikuri gjuhësore dhe emocionale të djaloshit që kishte kuptuar se bota nuk është 0-1, se dashurit nuk anulojnë njëra tjetrën, se historia mund të ketë kapituj, dhe se cili kapitull është i vërtet plotësisht. Mirena tha: "Arton, djali im." Dhe ato dy fjalë mbartën 10 vite me vete. Besimi u kthye nga kamera, nuk donte të tregonte fytyrën. Por Artoni e pa dhe tha: "Babai, kthehu, dua të shoh." Besimi u kthye, kishte sytë të kuq. Artoni i buzëqeshi. "Unë nuk kujtohem shumë," tha Artoni me sinqeritetin absolut të moshës së tij. "Por di se keni pritur, dhe kjo është shumë." Takimi fizik u planifikua pas disa javësh. Koha e nevojshme për procedura ligjore, koordinim dhe në radhë të parë për përgatitje psikologjike të gjithë të përfshirëve. Mirena dhe Besimi erdhën në Zvicër. Kishin udhëtuar jashtë vendit her pas here, por kur si kjo, kur me këtë rëndësi, kur me këtë shpresë e frikë njëkohësisht. Gjatë gjithë fluturimit, Mirena mbajti fotografin, atë të vjetrën, të grumbulluar nga vitet, të fëmijës 3 vjeçar me grusht ngritur lart, dhe shikoi jashtë dritares kur ret kalonin. Besimi mbajti dorën e saj. Raporti i Bernës ishte i ndriçuar dhe i pastër, ndërmjetësi organizatës i priti dhe i shoqëroi, hyn në dhomën e takimit, dhomë vogël me dritare, me koltuk, dhe aty ishin Elena, Markusi dhe Artoni.
Artoni qëndroi duke pritur. Kishte veshur xhupin e tij të preferuar, blu, me kapuç. Kishte sytë e harpët dhe pak nervoz. Elena e kishte parë herë më parë kur nervozohej. I lëvizin gishtat pak. Mirena hyri. U ndal. Artoni e shikoi. Ajo e shikoi. Pastaj Artoni bëri hap përpara, edhe Mirena, dhe u takuan në mes të dhomës, nëna dhe djali, pas 10 vitesh e ca. Dhe Mirena e përqafoi me atë forcë të nënës që ka pritur shumë, me atë forcë që nuk duan ta lëshojnë, dhe Artoni u lejua të përqafohej, jo si fëmijë i vogël, por si djalosh që e di çfarë do të thotë ky moment dhe e pranon me gjithë qelizat. Besimi qëndroi pranë portës, i dridhen shpatullat. Artoni e pa dhe i zgjati dorën gjaftas, pa lëshuar nënën me të majtën. Besimi ju afrua dhe kapi atë dorë. Qëndruan kështu, 3 njerëz të lidhur nga gjaku dhe nga historia dhe nga dhimbja e gjatë, dhe askush nuk foli. Nuk kishte nevojë për fjalë, kishte vetëm praninë. Elena dhe Markusi qëndruan pas, duke mbajtur njëri dorën e tjetrit, duke vëzhguar. Elena pa Mirenën dhe Artonin dhe mendoi, kjo është ajo që duket dashuria e plot. Kjo është kur diçka kthehet në vendin e vet. Dhe ndjeu, njëkohësisht, atë dhimbjen e lehtë të dashurishme të çdo prindi adoptues. Dhimbjen e dashurisë që e di se duhet të ndaj, jo të humb, jo të tërhiqet, por të ndaj. Ditët pasuese ishin të mbushura me gjërat e vogla, gjërat që ndërtojnë lidhjen mes njerëzve, jo në momente dramatike. Mirena dhe Besimi qëndruan në berën disa ditë. Elena i futi shtëpi, kishte dhomën e mysafirëve, kishte tavolinën e madhe të ngrënjes, kishte kuzhinën ku mund të bëhej kafe shqiptare kur donte. Mirena doli në kuzhinë herën e parë dhe pa Elenën duke gatuar. Mund të ndihmoj, pyeti? Natyrisht, tha Elena. Punonin krah për krah, të dyja me spatulat, me kazan, me erëzat e ndryshme. Nuk flisnin shumë, sepse gjuha ishte barierë. Mirena fliste pak gjermanisht, Elena pak shqip, të dyja flinin pak anglisht. Për komunikonin me gjestet, me shijet, me shikimin e syt kur diçka dilte mirë. Kur darka ushtrua, Artoni uli pranë Mirenës duke bërtitur. Nëna e parë bën jufkën me hudhra, dhe Mirena qeshi me atë qeshje që nuk kishte qeshur kurrë, qeshja e plot, e çliruar, ajo qeshje që vjen kur dhimbja e gjatë lëshon pak nga rëndësia e saj dhe le hapësirë për gëzimin. Besimi dhe Markus, ndërkohë, kishin gjetur gjuhën e tyre pa fjalë. Ishin 2 burra të qetë, 2 burra të zakonit, të punës e të veprimeve, dhe e kalonin kohën duke bërë gjëra praktike bashk. Besimi e ndihmoi Markusin të rregullonte rrethojën e oborit që kishte nevojë. Markusi i tregoi Besimit punëtorinë e tij. Flisnin pak, bënin shumë dhe kuptoheshin. Artoni vëzhgonte të gjithë, me ato sytë mprehtë, me atë gjykim të heshtur të adoleshentit. E shihte Mirenën dhe njihte tek ajo ngrohtësinë bazale, origjinalen, dashurinë e parë. E shihte Elenën dhe njihte tek ajo sigurinë e ndërtuar, dashurinë e viteve gjata, dashurinë e shtresëzuar. Nuk krahasonte. Krahasimi do të ishte injusticë ndaj të dyja. Vetëm pranonte. Një pasdite, ulën të gjithë 6 në dhomën e ndenjës. Mirena, Besim, Elena, Markus, Artoni dhe Fatime, e cila kishte ardhur të ndihmonte me umbretimet. Artoni foli njëkohësisht shqip me Mirenën dhe gjermanisht me Elenën, dhe kalonte mes gjuhëve pa e vënë re, si dikush që ka 2 shtëpi dhe di rrugën e të dyjave. Mirena e vëzhgoi këtë dhe syt ju mbushën. E kuptoi pastaj, plotësisht, jo si koncept, por si ndjesi fizike, se djali i saj nuk ishte humbur. Kishte ecur, kishte udhëtuar rrugë që ajo nuk kishte zgjedhur dhe nuk ja kishte dëshiruar, por kishte ecur me hap të drejtë dhe kishte arritur duke mbajtur brenda vetes gjithçka ajo i kishte dhënë në ato 3 vjet e gjysmë të para. Flokët e kuqëzuara ishin akoma aty, edhe sytë e zinj, edhe gazi. Pyetja e rëndësishme duhet të diskutohej. Ku do të jetonte Artoni? Çfarë do të ishte marrëdhënia mes dy familjeve? Si do të funksiononte kjo botë e re? Elena kishte konsultuar psikolog të specializuar, kishte lexuar literaturë, por dinte gjithashtu se teori ishte gjë dhe jeta ishte gjë tjetër. Kështu mblodhi të gjithë, me Artonin prezent, sepse kjo ishte parimi i saj absolute. Artoni nuk ishte objekt vendimi, ishte subjekt.
Arton, tha Elena, kjo është familja jote, e gjitha. Ne të gjithë në këtë dhomë jemi familja jote, dhe ne duam të dëgjojmë çfarë mendon ti. Artoni mori kohën e tij. Pastaj foli me qetësi të pjekur. Unë jam rritur këtu. Shkolla ime është këtu. Miqt janë këtu. Gjuha ime e përditshme është gjermanisht. Ndaloj. Por jam nga atje. Gjaku im është nga atje. Gjuha tjetër ime është shqip, dhe tani kam njerëz atje që i dua. Kështu do të thosha, vazhdoi, që dua të jetoj si bëj tani, por me vizita reale, jo çdo vit nëse mundemi. Shumë. Dhe dua të mësoj Kosovën, jo nga librat, por ta shoh, ta ndjej. Mirena dëgjoi dhe pa mendoj 2 sekonda. Shtëpinë tënde do ta kesh gjithmonë. Dhoma është aty, gjithmonë. Unë di, tha Artoni, kur nuk e hoqa nga mendja. Besimi tha diçka me zë të ulët, drejtuar Markusit dhe Elenës, me shqip të ngadalt që Fatima interpretoi. Ju i keni dhënë atij gjithçka ne nuk mundëm. Kur nuk do ta harrojmë. Jeni familja jonë gjithashtu. Markus, i cili nuk ishte njëri i fjalëve të mëdha, tha vetëm: edhe ju jeni familja jonë. Dhe kjo ishte marrëveshja. Jo marrëveshje e shkruar, jo kontratë, por ajo lloj marrëveshje që mban sepse është ndërtuar mbi diçka të vërtetë. Muaj më vonë, Artoni udhëtoi për herë të parë në Kosovë, jo si refugjat, jo si i humbur, por si djalosh me çantë shpine dhe bilet kthimi, me Elenën dhe Markusin anash, dhe me zemrën që rrithte pak më shpejt kur avioni filloi të zbriste. Nga dritarja e avionit, Artoni shikoi tokën, malet, fushat e gjelbra, shtëpitë e shpërndara. Diçka brenda tij, jo kujtim konkret, por ndjesi, u zgjua. Kjo është, tha me zë shumë të ulët. Kjo është, tha Elena pranë. Aeroporti, pastaj rruga, pastaj fshati. Mirena dhe Besimi prisnin jashtë derës, shtëpia e rindërtuar, kopshti me lulet e verës, pemët e vjetra anash, dhe mbi derën e shtëpisë, Besimi kishte ndërtuar një mbishkrim të vogël me dru, jo emër, jo datë, thjesht mirë se erdhe. Artoni e pa mbishkrimin, u ndal para derës, vuri dorën mbi drurin e punuar, pastaj hyri. Shtëpia kishte erën, atë erë bazale që kishte mbajtur brenda vetes pa e ditur. Jo saktësisht e njëjta, vite kishin kaluar, gjëra kishin ndryshuar, por ngjashme. Ajo ngjashmëria ishte mjaftueshme. Hyri në dhomën e tij të vjetër, dhomën e mbajtur si ishte, lodrat e vjetra, batanitja e vogël, avioni i letrës akoma mbi rafte. Ai avioni keq i bërë nga gazeta, kaq vite të vjetëruar tani. Artoni e mori atë, e shikoi, qeshi pak, me atë qeshje mes dëzimit dhe trishtimit, mes të sotmes dhe të shkuarës. E mbajte, tha me zë të hutuar. Gjithçka, tha Mirena nga pragu. Artoni e vuri avionin sërish mbi rafte, me kujdes, si diçka të çmueshme. Pastaj u kthye dhe e përqafoi nënën jo me forcën e takimit të parë, por me qetësinë e fëmijës në shtëpi. Nuk ekziston finale e lehtë për histori si kjo. Nuk ekziston zgjidhja perfekte. Nuk ekziston fundi ku gjithçka është e thjeshtë dhe pa dhimbje. Por ekziston diçka tjetër, diçka ndoshta më e vlefshme se thjeshtësia. Ekziston e vërteta komplekse, e bukur dhe e vështirë e jetës reale. Artoni kishte 2 familje. Kja nuk ishte tragjedi, ishte pasuri. Kishte 2 gjuhë, 2 kultura, 2 lloje dashurie, 2 botë. Kishte nënën biologjike dhe nënën e zemrës. Kishte baban biologjik dhe baban e dorës të mbajtur. Kishte rrënjët e Kosovës dhe degët e Zvicrës. Kishte historinë e dhimbjes dhe të shpresës dhe të gjetjes. Mirena mësoi se dashuria nuk humbet kur ndahet, shumë fishohet. Mësuam se djali i saj kishte marrë dashurinë e saj, atë dashurinë 3 vjeçare, si bazë dhe kishte ndërtuar mbi të. Nuk i kishin marrë djalin, kishin mbrojtur atë çfarë i kishte dhënë. Elena mësoi se mund të don dikë dhe njëkohësisht të gëzosh kthimin e tij. Mësoj se dashuria e plot nuk kapet, lirohet. Mësoj se nëna e vërtet nuk është vetëm ajo që lind, por edhe ajo që zgjedh çdo ditë. Besimi dhe Markusi mësuan se burrat e qetë nuk janë pa ndjenja. Kanë ndjenja që thellohen si rrënjë në tokë, që nuk shihen por mbajnë gjithçka sipër. Dhe Artoni.
Artoni mësoi gjën më të rëndësishme nga të gjitha, se identiteti nuk është vend, nuk është gjuhë, nuk është pasaport. Identiteti është e gjitha bashk. Çdo ngjyrë e shtresëzuar mbi tjetrin, çdo përvojë, çdo dashuri, çdo humbje, çdo rikthim. Identiteti është tregimi yt, i plot, me kapitujt e dhimbshëm dhe ata të gëzimit, pa fshirë asgjë. Ata u bën familje e pazakont, e shpërnar mes dy vendeve dhe dy gjuhëve, por e lidhur me fije të forta. Verën e kalonin shpesh në Kosovë, Krishtlindjet në Zvicër ose anasjelltas. Kishte videothirrje të shpeshta, kishte vizita të befasishme, kishte momente kur Artoni dërgonte fotografi nga shkolla zvicerane tek Mirena dhe ajo i printonte e i varte në mur. Kishte edhe momente të vështira, sepse jeta reale ka gjithmonë momente të vështira. Kishte herë kur Artoni ndihej mes dy botëve dhe nuk dinte sakt ku i përkiste. Kishte herë kur Mirena ndjente dhimbjen e hershme, jo dhimbjen e humbjes, por dhimbjen e prindërit që nuk ka parë djalin duke rritur. Kishte herë kur Elena shihte Artonin duke ecur drejt Mirenës me atë lehtësi natyrore dhe ndinte diçka që duhej të punonte, ta kuptonte dhe ta pranonte. Por gjithmonë, pas çdo momenti të vështirë, bisedonin. Kjo ishte rregulli i vetëm i papërcaktuar por absolute i kësaj familjeje të pazakont. Bisedonin. Artoni, kur u bë adoleshent i vonë, shkroi ese për shkollë mbi temën Kush jam unë. Mësuesi e lexoi dhe e pyeti nëse mund ta ndante me klasën. Artoni tha po. Eseja fillonte kështu: Unë jam djali i një nëne nga Kosova dhe i një nëne nga Zvicra. Jam djali i dy etërve që nuk flasin njëri tjetrin, por kuptojnë njëri tjetrin. Jam djaloshi që u humb dhe u gjet. Jam djaloshi me dy shtëpi. Disa njerëz mendojnë se kjo është e ndërlikuar. Unë mendoj se kjo Është çmim, jo çmim si fitim lotarie, por çmim si vlerë, si begatim. Kam 2 herë dashurinë, kam 2 herë kulturën, kam 2 herë historinë, kam 2 herë shtëpinë. Kjo nuk na jepet shumë njerëzve. Kur mësuesi lexoi këtë me zë para klasës, disa nxënës qanë. Jo nga trishtimi, por nga ajo ndjesia e thellë kur dëgjon diçka të vërtet plotësisht. Disa kohë pas ribashkimit, Mirena shkroi letër. Letër që nuk e dërgoi askund, që e mbajti për vete. Për shumë vite më vonë, kur Artoni ishte rritur dhe u bë burr, ajo ja dha. Letra thot, mes e tjerave: Biri im, kur të humba atë ditë, bota u ndal. Për zemra ime nuk u ndal, sepse zemra e nënës nuk ka buton ndalesë. Çdo ditë pa ty, ishte ditë që shkoja në gjumë duke ditur se diku nën të njëjtin qiell ishe ti. Nuk dija ku, nuk dija si, por dija se isha. Dhe kjo dija e vogël, e pa verifikueshme, e marr, ajo ishte gjëja e vetme që më mbante duke ecur. Nuk e di çfarë janë vitet që humbe mes nesh. Nuk di të them se nuk kam dhimbje për ato vite. Por di të them kjo: çdo vit që ke jetuar, edhe pa mua, ka qenë i yti. Çdo gaz, çdo mësim, çdo mik, çdo libër i lexuar, çdo avion i hedhur, gjithçka ka qenë jeta jote, e plot dhe e vlefshme. Elena dhe Markusit kanë dhënë diçka shumë të shtrenjtë, dhe unë, nëna jote e parë, nuk do t'i zvendësoj ata, por do të shtoj anës, dashurinë time, historinë tënde, rrënjët e tua. Unë jam këtu, gjithmonë kam qenë, gjithmonë do t'jem. Artoni e lexoi letrën si burr i rritur, me djalin e tij të vogël duke luajtur pranë. Kur mbaroi leximin, thirri djalin, e mori në krah dhe qëndroi kështu duke menduar gjatë gjithë atyre njerëzve që kishin mundsuar ekzistencën e tij. Nënën e parë, nënën e dytë, baban e parë, baban e dytë, Vjosën nga Peja që i kishte marrë për dorë atë ditë, Fatimen që i kishte mësuar shqipen, vullnetarët e panjohur, organizatat, sistemet imperfekte për njerëzore. I duhej mirënjohje të gjithëve. Lufta merr shumë gjëra, merr shtëpi, merr jetë, merr fëmijëri, merr vite, merr dashuritë e papërsëritura të njerëzve të zakonshëm. Historia ka faqe të errta të cilat nuk mund t'i fshish dhe nuk duhen fshirë, sepse ato faqe janë dëshmitare të asaj çfarë ndodh kur urrejtja merr formë institucionale dhe shkatron gjithçka i gjendet para. Por lufta nuk merr gjithçka. Nuk merr dot afeksionin e nënës, nuk merr dot kujtesën e erës së shtëpisë, nuk merr dot instiktin e njeriu të mirë, si Vjosa e Pejës, për të ndalur dhe për të shtrirë dorën. Nuk merr dot durimin 10 vjeçar të Mirenës, fortësinë heshtëse të besimit, pjekërinë e papritur të djaloshit 11 vjeçar që tha: nëna ime e parë. Historia e Artonit është historia e shumë fëmijëve të luftrave, të shpërngulljeve,
të kaoseve njerëzor. Shumica nuk i kanë fundet me takime. Shumica jetojnë me hapësira bosh, me pyetje pa përgjigje, me familje gjysma. Për historia e Artonit na kujton se rikthimi Është i mundshëm, se kërkimi ja vlen, se asnjë fëmijë i humbur nuk duhet braktisur nga sistemi, nga shoqëria, nga njeriu. Ai avion i vogël i letrës, i bërë nga gazeta dhe mbajtur mbi rafte për vite, ai avion nuk ka asgjë spektakolare. Është i keqbër, i shkatërruar nga vitet, i verdhosur. Por Mirena e mbajti, sepse ai ishte shenjë, jo objekt magjik, por shenjë e kthimit. Dhe djali u kthye. Nëse jeni deri këtu, ju falenderoj. Kjo nuk ishte histori e lehtë për të dëgjuar, sepse historitë e vërteta, historitë që prekin diçka të vërtetë te njeriu, nuk janë të lehta. Prekin sepse janë reale. Prekin sepse mund të kenë ndodhur, sepse ndodhen, sepse ndodhin, sepse ka Mirena sot atje që kërkojnë. Ka Arton tani diku që mban brenda vetes dy bota, ka Elena diku që dashuria dhe humbja janë e njëjta gjë. Historia e Artonit na mëson se njeriu mbijetohet me shpresë. Na mëson se familja nuk është vetëm biologji, por biologjia ka peshë kuptim të veçantë. Na mëson se dashuritë nuk anullojnë njëra tjetrën. Na mëson se fëmijët janë reziliente, jo sepse nuk vuajnë, por sepse vuajnë dhe vazhdojnë. Na mëson se njerëz të mirë ekzistojnë gjithmonë, në kampet e refugjatëve, në korridoret e organizatave, në shtëpi zvicreane me pemë molle në obor. Na mëson mbi të gjitha se asgjë e humbur nuk është e humbur pa kthim, nëse janë njerëz që nuk ndalen ta kërkojnë. Nëse keni dikë të dashur larg, nëse keni humbjet pa plotësuara, nëse keni dashuritë pa mblikera, mos hiqni dorë. Historia e Mirenës fillon me thirrjen Arton në mes të turmës dhe mbaron me avionin e letrës, të vënë kujdesshëm mbi raften në duart e djaloshit të rritur. Ndërmjet këtyre dy momenteve janë 10 vjet shpresë, dhe shpresa e bëri. Ndani këtë histori me dikë që ka nevojë të dëgjojë se shpresa ja vlen. Lini komentin tuaj poshtë, çfarë ju preku më shumë nga historia e Artonit dhe Mirenës. Dhe nëse keni histori të ngjashme të ribashkimit, të humbjes dhe gjetjes, tregojeni, ju dëgjojmë.